Kryeministri Edi Rama foli në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për arritjet e qeverisë në infrastrukturë dhe projektet që po ndryshojnë transportin dhe energjinë. Ndër të tjera përmendi aeroportin e Tiranës, projektin e portit në Porto Romano dhe transformimin e triportit në Vlorë. Ai theksoi se projekte strategjike si Porto Romano dhe marina turistike në qytetet kryesore do të realizohen pavarësisht kundërshtimeve. Nuk besoj se duhet ja kujtoj njeriu këtë, se sa herë është premtuar, ëndërruar, imagjinuar aeroporti i Vlorës, por tani që po përfundon, mund të them që për Vlorën më e mira është e gjitha përpara në drejtim të perspektivës ekonomike. Ndërtimi i portit të ri tregtar dhe ushtarak me një krah në Porto Romano parashikon trefishimin e kapacitetit përpunuese aktuale dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike, parku logjistik, ndërkohë që hap rrugën e 2 porteve të reja të thata në Prishtinë dhe në Shkup, duke krijuar një nyje të re me fuqi strategjike dhe logjistike të konsiderueshme. Jo thjesht për rajonin, po dhe si një vlerë e shtuar për Bashkimin Evropian dhe NATO. Dhe duhet të them këtu 2 fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme me zëvendësh që janë në stade të caktuara zhvillimi dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë, por një gjë dua ta them këtu. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Kryeministri gjithashtu njoftoi se do të ndërtohen rreth 530 kilometra hekurudha të elektrifikuara dhe të lidhura me rrjetet europiane, duke përmirësuar lidhjet midis qyteteve kryesore dhe turizmin. Flasim pak për hekurudhat, se kollajt thuash ku i keni hekurudhat, pse si bëni hekurudhat, s'keni një hekurudh, s'keni, se nuk keni turp, nuk keni, por të rilindësh infrastrukturën e kurudhore nga hiçi, ku e katandisi liri demokracia e fillim viteve 90, duhet jo thjesht një përpjekje dhe një durim shumë i madh, po dhe një reputacion i vendit, një situatë ekonomike dhe një aftësi financimi që deri dje Shqipëria nuk e kishte asgjë kundi. Tani më ne nuk kemi thjesht një synim, po kemi një plan konkret për të ndërtuar rreth 530 kilometra hekurudh sipas standardeve të Bashkimit Evropian, të elektrifikuar dhe të integruar në rrjetet europiane, projekte konkrete, procese pune konkrete. Hekurudha Durrës-Tiranë, aeroporti i Rinasit, aktualisht në ndërtim, do të jetë linja e parë e elektrifikuar në vend, me 12 stacione përgjatë saj, e cila do të nisë operimet në fillim të vitit të ardhshëm. Hekurudha Vor-Haniotit, lidhja me Malnezi, është aktualisht në proces prokurimi. Ndërtimi pritet të nisë në fund këtij viti dhe të përfundojë në 2030. Pjesë e korridorit 8 janë rehabilitimi i linjës Durrës-Rogozhin, që nis ndërtimin po në fund të këtij viti dhe përfundon në fund të vitit 2028, si dhe projekti Rogozhin-Pogradec dhe kufi me Maqedoninë e Veriut, aktualisht në fazën e projektimit. Rama u shpreh se pavarësisht sfidave dhe kundërshtimeve, Shqipëria do të vazhdojë transformimin e infrastrukturës dhe integrimin evropian, duke vendosur vendin në rrugën e zhvillimit.